Pa u mbushur 24 orë nga publikimi i mega kontratës $6 milion të Partisë Demokratike me qëllim lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prokuria e posaçme ka nisur hetimet. Burime për Report TV nga Spaku bëjnë zyrtarisht me dije se ka nisur kryesisht verifikimet për kontratën e kamur të Berishës me firmë të Flamurnokës, kontratë që kanë nxitur shumë reagime për pikat e errta dhe dyshimet që lë pas. Tashmë përmes hetimit do të takojë Spak të hetojë burimin e financimit marramendës për një kontratë që është më e shtrenjta në historinë e lobimeve në politikën shqiptare. Report TV publikoi një ditë më parë kontratën me shifrën marramendse që Partia Demokratike do t'i paguajë kompanisë amerikane, ku një prej drejtuesve është dhe vajza e shefes së fushatës së Trump, bashkëpunëtore ngushtë e Kris Lacevitës, i cili është shefi i fushatës elektorale të Sali Berishës. Sipas kontratës, thuhet se në total për 2 vite, Berisha duhet t'i paguajë kompanisë $6 milion, $250,000 në muaj. Zbulohet se Partia Demokratike e ka parapaguar kompaninë amerikane me $750,000. Garantori i kontratës së majme është Nureddin Seci, një shqiptaro-amerikan me origjinë nga Tropoja, njëkohësisht antar i kryesisë së shoqatës Vatra në New Jersey. Kontratën e ka firmosur sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamurnoka, dhe ish këshilltari i presidentit Trump, Carlo Trujillo, në cilësinë e presidentit të Continental Strategy. Zgjedhja e një kompanie që zotërohet nga njerëz të rrethit të ngushtë të presidentit të SBA-ve, Donald Trump, duket se nuk është e rastësishme. Përmes kësaj kontrate, Partia Demokratike me sa duket kërkon më shumë akses në majën e shtëpisë së bardhë, por dhe zgjedhjen e disa problemeve nga e shkuara. Jo rastësisht, shërbimi i parë që kompania e lobimit ka realizuar me Partinë Demokratike është një bisedë telefonike me Dan Holler, shefi i stafit të sekretarit të shtetit Marco Rubio, njeriu që ka në dorë të zhbojë dizenjimin non grata të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha nga ish sekretari Blinken. Partia Demokratike ka pranuar kontratën e lobimit me kompaninë amerikane Continental dhe vlerën e saj, por thotë se parat do të paguhen nga komuniteti shqiptaro-amerikan në SBA përmes fondacionit Mac Albania Grant Again.